Po, ndërkohë te kanceri endometrial, a ka simptoma? İkinci kanser türü için nasıl bir semptomlar bulunuyor? Endometrium kanseri biraz daha ileri yaşta görüyoruz. Çoğunlukla obez hastalarda, östrojene çok maruz kalan hastalarda görüyoruz. Lloji i dytë i kancerit, të cili po është mitrës, aty zakonisht po i shohim të personat që janë moshën mesatare, mund me thonë, edhe zakonisht për janë persona që kanë obezit, janë të mbi peshës, edhe kjo po mundet më pa për shkak të rritjes së ostrogjenit, e cila po e bën deri në fazën. A ju jep ndryshim faza e simptomave të para, e dallon? İlk semptomlar bunun hastalığını gösterebilecek. Genelde kanamayla, postmenopozal kanamayla özellikle gelirler. Ve bu kanamayı kadınlar dikkate aldığı için hemen doktora başvururlar. Erken evrede yakalama şansınız daha yüksek endometrium için. Bu yüzden ölümler de daha az. Rasti i dytë është rasti në cilin mundemi me hasë, mundemi me deshifruar njëherë me gjakderdhje. Mirë po pjesa e moshës të cilën është mesatare, ato pacientët po munden me vrejt me njëherë edhe po vi me kontrollu tek mjeku. Edhe është rasti i dytë i smundjeve të cilat nuk po na përfundon me fatalitet, shkaku që po mundemi vrejt me njëherë edhe po vazhdon terapia e saj. Për dallim prej këtyre, dallim prej nga e para. Kjo s'ka simptoma me gjaz.